ta kthejmë shtëpinë në një arenë adhurimi dhe garimi në kënaqësinë e Zotit. Në momentin që shtëpia kthehet në një arenë adhurimi për kushtimin ndaj Zotit, veprave të mira, nuk ka dyshim se bekimit do të derdhet aty, do të prezantojnë me lajket. Pra, për shembull, le të themi, burri kur vjen në shtëpi, që është momentin e parë që hyn në shtëpi bën duan. Kur del nga shtëpia bën duan. Gruaja kur vjen në shtëpi dhe futet bën duan, lutjen speciale të hyrjes në shtëpi. Kur del nga shtëpia bën duan. Kur hajnë ushqim, hajnë bashk. Kur ushqehen me bismillah. Kur mbarojnë ushqimin e bën me elhamdulillah. Kur futen në banjo thon lutjen e hyrjes në banjo. Kur dalin nga banjoja bëjnë lutjen e daljes nga banjo. Kur shkojnë shtrat me njëri tjetrin bëjnë lutjen le të themi e marrëdhënieve seksuale. Pra, domethënë në momentin që shtëpia është e tillë, falen namazin bashk, falen namaz natë bashk. Në momentin që familja është e tillë, normalisht që këtu do të ketë prezencë me lajkesh. Dhe në momentin që familja kthehet, domethënë në një vend ku futet në shtëpi pa përmend Zot, ha pa përmend Zot, ngrihet nga ushqimi pa përmend Zot, bën veprimet e tjera pa përmend Zot, si burri dhe gruaja etj, normalisht që nuk do të prezantojnë me lajket. Pra në momentin që ne shtëpia tonë do t'i kthejmë në kopshte me lajkesh, edhe ne që do të jemi antar të këtij kopshti, domethënë të abonuar në këtë kopsht, do të përfitojmë nga aromat, trëndafilat, nga lulet, nga mirësitë e këtij kopshti. Dhe në momentin që ne do ta kthejmë shtëpinë tonë në një pellg zjarri, se vetëm shejtan ka aty, s'ka asnjë melek, normalisht që edhe ne do të jemi pjesë e tymit, pjesë e djegjes, pjesë e dëmtimit, smogut e kështu me radhë. Kështu që ne domethënë kemi shumë në dorë, normalisht me lejen e Zotit dhe me vullnetin e tij, sepse Zoti e ka bërë këtë gjë shkak pasojë. Atëherë le të themi një thirrje për të gjithë, domethënë që t'i kthejmë shtëpiat tona në kopshte xheneti, edhe ne do të jetojmë në to si xhenetli. Dhe mos i bëjmë shtëpiat tona gropa xhehenemi, sepse edhe ne do të vuajmë pasojat e të qenit aty, domethënë do të jemi pjesë e saj. Për këtë arsye, domethënë